Flokët e thinjura lidhen me mekanizmin mbrojtës të trupit kundër kancerit të lëkurës. Flokët e thinjura mund të jenë më shumë se sa thjesht një shenjë plakjes, pasi mund të pasqyrojnë mekanizmin natyror mbrojtës të trupit kundër kancerit sipas një studimi nga Universiteti i Tokios. Një studim i botuar së fundmi zbuloi se flokët e bardha vijnë nga qelizat burimore të dëmtuara në folikulat e flokëve që vetë eliminohen për të parandaluar zhvillimin e melanomës, një lloj kanceri lëkurës. Hetuesit e udhëhequr nga Emi Nishimura dhe Yasuaki Mohri analizuan qelizat burimore përgjegjëse për prodhimin e melanocideve, qelizat e pigmentit që japin ngjyrën flokëve dhe lëkurës. Ata zbuluan se kur këto qeliza burimore pësojnë dëmtime serioze të ADN-s, ato ndalojnë së ripërtëriturit dhe vetë shkatrohen, duke parandaluar që qelizat e dëmtuara të ndahen dhe përhapen mutacione potencialisht kancerogjene. Ky proces çon në flokë gri ose të bardhë. Procesi drejtohet nga aktivizimi i molekulave kryesore të sinjalizimit që shkaktojnë vetë eliminimin e qelizave. Megjithatë, nën ekspozimin ndaj disa kancerogjenëve, siç është rrezatimi ultraviolet B, të njëjtat qeliza burimore mund të vazhdojnë të ripërtorihen dhe shumohen. Studiuesit theksojnë se flokët gri ose të bardha nuk mbrojnë drejt për drejt nga kanceri. Studimi ofron njohuri të reja se si sistemet mbrojtëse të trupit balancojnë midis vdekjes qelizore dhe rritjes së pakontrolluar. Këto gjetje zbulojnë se njëjta popullat qelizës staminale mund të ndjek fatet kundërta, shterim ose zgjerim në varësi të llojit të stresit dhe sinjaleve mikroambientale. Kjo ripërcakton thinjat e flokëve dhe melanomën, jo si një ngjarje të palidhura, por si rezultate të ndryshme të përgjigjeve të qelizave staminale rreth stresit, tha Nishimura.